Përgatituni për dita carta, paralajmëron meteorologu grek. Rreshje shiu dhe dëbore në Shqipëri. Një vale e re e motit të keq pritet të godasë Shqipërinë në ditët e para të tetorit, me rënje të ndjeshme të temperaturës, rreshje intensive shiu dhe stuhi. Lajmin e bën të ditur meteorologu i njohur grek dhe njëkohësisht eurodeputeti i Pasokut Sakis Arnautoglu, i cili shpesh paralajmëron për fenomenet e rrezikshme kohore që prekin vendin ton. Sipas tij, 2 tetor do të sjellë rreshje të dendura shiu dhe dëbor në shumë zona të Shqipërisë. Konkretisht në veriun e vendit, nga Shkodra deri në Kukës dhe Peshkopi priten rreshje shumë të forta shiu, ndërsa mbi 900 deri në 1000 metër lartësi do të ketë rreshje të dendura bore me shtresë të konsiderueshme. Në zonat qendrore si Dibra, Bureli dhe Elbasani rreshjet do të jenë po ashtu të bollshme, ndërsa në malet, Korab dhe Shebenik dëbora do të nisë mbi 1000 metra me intensitet në lartësi më të mëdha, thekson meteorologu grek. Po ashtu në juglindje në Gramsh dhe Korç dhe rreth maleve Morav dhe Gramoz parashikojnë rreshje të dendura shiu dhe dëbor mbi 1200 metra, ndërsa në jug, në Gjirokastër, Tepelen dhe Përmet do të ketë kryesisht rreshje shiu, ndërsa nuk përjashtohen rreshje bore në zonat mbi 1200-1300 metër. Ndryshe paraqitet situata në Bregdetin perëndimor nga Tirana e Durrësi deri në Vlorë, ku rreshjet do të jenë të pakta dhe të dobta, madje në disa zona mund të mungojnë fare. Moti keq do të shkaktojë probleme në lëvizjen e automjeteve në disa akse malore. Zinxhir do të jenë të nevojshëm në rrugën Shkodër-Kukës në segmentin malor Burel-Peshkopi mbi 900-1000 metra, në rrugën Elbasan-Librazh drejt kufirit me Maqedoninë e Veriut mbi 1000 metra, si dhe në disa kalime malore drejt Korçës dhe rreth Gjirokastrës e Përmetit në 1300-1400 metra. Era do të frytejnte në mbrëmje përgjatë vijës bregdetare nga Vlora deri në Shkodër me shpejtësi 60-80 km/h, që korespondojnë me forcën 8 ball të shkallës Buford, ndërsa në brendësi të vendit era nuk pritet të kalojë forcën 5-6 Buford.